Gjykata e Apelit e Jurisdiksionit të Përgjithshëm prezantoi analizën vjetore të veprimtarisë për vitin 2024 drejtuar nga kryetaria e Gjykatës së Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm Tiranë, Iliba Bezati, në praninë të gjyqtarëve dhe administratës së kësaj gjykate, por me pjesëmarrjen edhe të kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ili Rusi, antarëve të Kolegjit Gjyqësor, antarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, drejtuesve të gjykatave të shkallës së parë të Jurisdiksionit të Përgjithshëm, të prokurorisë pranë Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm, si dhe prokurorëve pranë kësaj prokurorie dhe përfaqësuesve ndërkombëtar. Kryetaria e Gjykatës së Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm Tiranë, Iliba Bezati, theksoi se pas 2 viteve të plota funksionimi, gjykata do të mund të zgjerojë vendodhjen e saj, duke patur një godinë dedikuar për seksionin civil të kësaj gjykate. Në datën 20 mars 2025, gjykata ka marrë tashmë në administrim për të përdorur për ushtrimin e aktiviteteve administrative të saj, ish godinën e tatimpaguesve të mëdhenj, thot Bezati. Ky lajm është domethënës dhe tregon vëmendjen që tani më po gëzon kjo gjykatë edhe nga organet e tjera në vend. Megjithatë, sipas Bezatit, vështirësitë mbeten të mëdha dhe kjo gjykatë ka nevojë për një mbështetje të gjerë, gjithëpërfshirëse institucionale, që të arrijë misionin e saj, dhënien e drejtësisë në kohë të arsyeshme, duke rikthyer besimin e qytetarëve shqiptar në drejtësi në vendin tonë. Gjatë vitit 2024, sipas raportit, kanë ushtruar detyrën efektivisht 26 gjyqtarë, mesatarisht, të cilët kanë kompetencë toksore mbi të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht prurjeve të reja, thot Bezati, që ka bërë Këshilli i Lartë Gjyqësor, ky numër është larg plotësimit të strukturës aktuale prej 78 gjyqtarësh, që do t'i mundësonte një frymarrje normale Gjykatës së Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm në arritjen e pritshmërive të reformës së artës gjyqësore për një standardizim të gjykimit në nivel apeli, ngarkesës e ekuilibruar të gjyqtarëve në këtë nivel përkundrejt mesatares kombëtare vjetore të gjykimit të çështjeve prej 253 çështje gjyqësore për gjyqtar në vit, në mënyrë që të realizohet gjykimi i çështjeve në një afat sa më të shpejt kohor dhe ulje së numrit të çështjeve të prapambetura. Aktualisht, sipas Bezatit, mesatarja e çështjeve gjyqësore për gjyqtar ka qenë 534 çështje me 9850 vendime gjyqësore të dhëna në vit, ndërsa numri i çështjeve të prapambetura arrin në 41700 çështje, shpreh kryetaria e Gjykatës së Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm. Pavarësisht vështirësive, numrit të reduktuar të gjyqtarëve, mungesës së ndihmësve ligjor dhe infrastrukturës së pamjaftueshme të papërshtatshme, gjatë vitit 2024, Gjykata e Apelit e Jurisdiksionit të Përgjithshëm ka përballuar një volum shumë të madh pune, duke sjellë një përmirësim të lehtë të situatës lidhur me numrin e çështjeve gjyqësore të shqyrtuara apo në përgjithësi të gjithë treguesve të performancës, shenjë dedikimit të trupës gjyqësore dhe stafit administrativ të gjykatës, që Bezati ka falenderuar. Sipas Bezatit, plotësimi i trupës gjyqësore prej 78 antarësh dhe vendosja në funksionalitete plotë e Gjykatës së Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm si e vetmja mënyrë për t'u përgjigjur qytetarëve shqiptar për dhënien e drejtësisë në kohë dhe me cilësi, duhet të jetë prioriteti kryesor i Këshillit të Lartë Gjyqësor gjatë vitit 2025. Madje sipas saj ka ardhur momenti ku ky prioritet të kalojë qeverisjen e gjyqësorit dhe të ngrihet në një prioritet kombëtar e në fokus kryesor, jo vetëm të institucioneve të pavarura me të cilat gërshetohet procesi i promovimit të gjyqtarëve, por edhe të ekzekutivit dhe Kuvendit të Shqipërisë, duke vendosur të gjitha burimet e nevojshme në dispozicion.